që kam pasur atëherë, vetëm që jam bërë pak më për tace dhe gjithmonë e më të shkurtra shënime. Ja, që shkrimet gjata. Po, Iva, kush është versioni më real i joti? Sepse unë e përmenda që je gjithashme, ke qenë, je dhe shkrimtare, ke botuar një libër. Shkrimtare është fjalë shumë e madhe, shumë faleminderit. Ke qenë te bota e shkruarit. Brenda të shkruarit. Po ke për dhe opinionistën, ke për bën akoma influencerën. Është ke qenë dhe jurite Dancing with the Stars, harrova edhe këtë. Dhe juriste para saj të Selavi. Ka qenë edicioni i parë i Selavis që na e rikujtoi ky kanali i ri i Klanit, Nostalgji, më vinin her pas here fotografi të vetes si për të më bërë që të them ua sa kolagjen kemi humbur për kalimin e viteve. Versioni im i vërtet, të gjitha versionet mia të vërtetat janë, unë jam binjakët, nuk e di se beson astrologji, kështu që merr një njeri dhe ke 10 aty brenda. Të gjitha janë versionet mia që në momentin që i bëj them që është pjesa ime e preferuar. Pastaj merrem me diçka tjetër edhe them po kjo është e preferuar ime. Po updateton veten, domethënë ti e përditson veten, nuk është se ngelesh ti e përqafon të kaluarën, po dhe gjithmonë përditsohem dhe eci përpara sepse do ishte shumë e trisht që unë të ngelesha dhe të vajtoja i në revistat, i ku puna ime, i ku dancing, i ku opinionistja, ka gjëra të reja. Ndonjëherë është tani me kalimin e moshës ndjej një lloj nostalgjie apo një lloj malli për një kohë të pajetuar që ne nuk e kemi, që është pak a shumë koha e prindërve tan, por jo në Shqipëri, në përbotë, se Shqipëria ka pas ato tmerret e diktaturës, fukarallikut, e gjithë gjërave të tjera, por që kam pak zilia të jetën e dikurshme, vitet 70, 80, 90, të mos vitet 90, ku dukej koha ishte e njëjtë, dikush nuk ishte surpriza të mëdha, ti zgjidhje një karrierë, një punë, vazhdoje, ishte jeta pak a shumë e përcaktuar, pa këto oscilacionet që kemi kaluar ne, këto ngjitjet, zbritjet e rrufeshme, gjithë të tjera. Do të thënë, kur mendoj, duket ndonjëherë si film, si diçka që brezi ime ka jetuar, që kemi kaluar, jam futur në tranzicion, jam futur në gjimnaz, 14 vjeç, ishte ndryshimi i madh i viteve 90, me përparse të bardh, me përparse të zezja ka të bardha, dhe kam mbushur 15 vjeç, kam fotografi me minifund, si ka qenë një spektakël. Ishte një tranzicion brenda 9 muajsh, të gjithë rritëm, por jo kaq shumë. Ishim programuar për tjetër gjë, në 8 vjeçare dhe u futëm në gjimnaz, komplet në një tjetër realitet, dhe pastaj u detyruam që gjatë gjimnazit, fakultetit, kaluam 97-ën, me thënë, kur brezi im në Shqipëri ka kaluar sa për 10 breza bashkë. Është kështu që kjo nuk më lë që të kem. Nga ana tjetër më bën dhe mirë se nuk më lë që të ngelem mbrapa, them çfarë s'kam kaluar, kështu që po je gjithmonë e hapur për ndryshim, domethënë. Jemi gjithmonë, sepse kjo ka qenë jeta, për fat të mirë ose të keq. Unë jam natyrë optimiste dhe preferoj të them për fat të mirë në këtë rast. Shqipëria akoma quhet në tranzicion, 40 vite tranzicion. Kjo është dramë shumë e madhe, kjo për te të tjerave është dramë shumë e madhe, kur kujtoj që në 90-ën ne kemi pasur një këngë hit, vetëm Brezion mund të përlotet me të, kënga e Elton Dedës dhe Alban Emirit, mos gaboj, e duam jetën ndaj Nalinit ta jetojmë, dhe kjo është tipikja kënga e brezit ton, që vazhdojmë të jemi në tranzicion, dhe tani, dhe atëherë që ishim 14 vjeç, dhe tani që po afrohemi, po shkojmë 50. Vazhdon tranzicioni. Ne na vazhdon tranzicioni, dhe është dhe tragjike nga ana tjetër, se drejqi e mori na Duhet përfundoj dhe na morën më qafë rinin, pjekurin, tani edhe do na kapi dhe mosha e tretë në tranzicionet mërshme. Po, me që